إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Të nderuar vëllezër dhe motra musliman, jemi në mësimin ton lexime nga hadithet dhe etheret që ka sjell prisi besimtarëve në hadith Muhammed ibn Ismail al-Bukhari, Allahu e mëshiroft dhe e bëft atë dhe ne prej banorëve të xhenetit Firdaus. Jemi në temën e 113, ku thot autori, Allahu mëshiroft, bab ma'unatur rajul akhahu, ndihma e burrit që i bën vllajt të tij. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Pra, vlera e ndihmës që i bën vllajt. Dhe kjo është sadaka. Ndihma që ti i bën vllajt tënd është sadaka, vepër e mirë, dhe njeriu merr shpërblim për të në ditën e llogarisë. Dhe ka sjell autori hadithin nga sahabi i nderuar Abu Dharr al-Ghifari, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, se transmeton për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i cili i është thënë: Ejul amali khair, cila prej punëve është më e mirë? Tha: imanu billah wa jihadun fi sabili, besimi në Allahun dhe lufta në rrugën e tij. I është thënë: aleikum selam, fa ayu riqabi afdal, cili rob që është më i mirë pra në lirim, ose kuptimi i dytë, cili kurban pra që ti e bën si afrim nga Allahu është më i mirë. Tha: aghlaha thamanan, më e shtrenjta e tyre në çmim, wa anfasuha inda ahliha, dhe më e çmuara, më e vlefshme nga cilësia tek ata që e posedojnë. Thot: afara'aita in lam astati' ba'd al-amal, po sikur unë të mos mundem të bëj disa punë ose një pjesë të punës. Pra, nëse nuk kam mundësi të bëj disa punë, tha: fatu'inu da'ian au tasna'u li akhraq, të ndihmosh një të varfër, duke ardhur da'ian, po më e saktë është transmetimi që ka ardhur sanian, pra të ndihmosh një zanatçi, apo të ndihmosh një person i cili nuk ka asgjë, pra nuk ka zanat. Qala afara'aita in dha'iftu, a e sheh nëse unë jam i pamundur? Thot: tada'u an-nasa ash-sharr, tada'u an-nasa min ash-sharr, fa innaha sadaqatun tasaddaqu biha ala nafsik. Të mos bësh keq njerëzve, sepse ajo është sadaka që ti ja bën atë vetes tënde. Atëherë, ky hadith, të cilin e lexuam, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i bëhen disa pyetje
Dhe këto pyetje tregojnë për interesin e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në lidhje me çështjet e fesë, interesin e tyre maksimal në lidhje me shpërblimet që ka ke Zoti. Dhe kjo pyetje, cila prej punëve është më e mirë, tregon që sahabët interesoheshin për punët më të mira që ka shariati, sepse njohja e kësaj teme të diturisë e ndihmon njeriu të ketë ambicie të larta dhe të bëjë ato punë që kanë shpërblim më të madh, sepse mundet një njeri të angazhohet në punë të vogla, kur mundet në këtë kohë që ai të bëjë punë që janë më të mëdhaja dhe të marrë shpërblim më të madh. Prandaj sahabët e nderuar, Allahu qoftë i kënaqur me ta, bënin pyetje të cilat në lidhje me punët, kush janë ato vepra që janë më të mëdhaja dhe më të mira që ata pastaj ti bënin dhe ti zbatonin. Dhe këtu thot përgjigjet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, puna më e mirë pra është imanu billah, imani, besimi në Allahun. Sepse besimi në Allahun është kushti i çdo pune. Është kushti i çdo pune. Pa besim nuk pranohen punët. Në këtë fjalë, në këtë hadith, është argument që puna është prej besimit, sepse është pyetur cila punë është më e mirë dhe tha besimi në Allah, që tregon që puna është prej besimit dhe kjo është në kundërshtim me grupacionin i cili thot puna nuk është prej besimit, pra besimi është ajo që ke në zemër. Ky është një argument që na tregon që puna është prej besimit. Dhe e tham që të gjitha punët, nëse nuk ka njeriu besim, ato nuk pranohen, sepse nuk është kushti për të pranuar. Thot Allahu azza wa jall: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. Kush mohon besimin, ati i është shkatëruar, i është asgjësuar puna e tij. Që do të thotë, çfarëdo lloj pune që bën një individ pa besim, puna e tij është asgjësuar. Nuk pranohet ke Allahu. Prandaj i këshilloj të gjithë ata njerëz që nuk kanë besim ke Allahu, dhe besimi ke Allahu është baza e bazave të besimit. Pra bazat e besimit janë 6. Ju e dini. Besimi ke Allahu, besimi në librat e tij, në dërguarit e tij, në engjëjt e tij, në caktimin e mirë dhe të keq, pra në ditën e gjykimit. Besimi në Allahun është baza e këtyre bazave. Dhe një njeri i cili nuk ka besim, atëherë punët janë të papranuara. Gjithashtu, thot Allahu azza wa jall: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. Dhe nuk i pengoi që t'i pranohen atyre ato dhënjet e tyre vetëm për shkak të asaj që ata bën kufër Allah. Pra nuk i pranoi Allahu punët dhe atë që ata dhanë vetëm se ata mohuan Allahun azza wa jall. Thot Allahu azza wa jall:
ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. Dhe kush dëshiron botën tjetër, pra kush dëshiron ahiretin dhe përpiqet, punon, pra i bindet Allahut azza wa xal me punët e saj, me atë që ka ardhur shariati, me atë që ka ardhur libri i Allahut dhe i dërguar i tij, dhe është besimtar, atyre puna e tyre, të tillëve puna e tyre është e pranuar. Pra është e pranuar ke Zoti dhe është e ruajtur shpërblimi për në botën tjetër. Pra kushti është wa huwa mu'min, dhe është besimtar. Nëse nuk është besimtar, atëherë puna është e asgjësuar dhe nuk pranohet ke Zoti. Dhe me njëherë masi vjen imanu billah, besimin në Allahun, puna e dytë vjen gjihadun fi sabilihi, gjihadi, lufta në rrugë të tij. Dhe gjihadi ka rregullat e veta. Duhet jetë ashtu siç ka urdhëruar Allahu, ashtu siç ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe tjetë sinqert vetëm për Zotin, që vjen në fjalinë tonë dhe thot fi sabilihi, në rrugë të tij, në rrugë të Allahut. Nëse e bën për të mburur, nëse e bën për diçka tjetër përveç se për Allahun, atëherë kjo është e papranuar ke Zoti. Dhe ju e dini që zjarri do të ndizet me 3 kategori njerëzish. I pari është dietari, i dyti është mujahidi dhe i treti është bujari. Këto të 3 i kanë bërë këto vepra të mëdhaja, por nuk kanë qenë të sinqert, pra nuk e kanë bërë për hir të Allahut. Dhe ai mujahidi thot, u kam luftuar për Allahun, thot gënjeve, ti ke luftuar që njerëzit të thonë ty luftëtar ose mujahid, të hudhet në zjarr, Allahu na ruaj. Prandaj, njerëzit të cilët shkojnë edhe pyesin dietarët për rregullat e abdesit, për rregullat e namazit, për rregullat e agjërimit, pse nuk pyesin dietarët edhe për rregullat e xhihadit? Dhe duke qenë se ignoranca i shtyn këto njerëz në këto rrugë të tilla, nga xhihad ajo kthehet në ifsad, në shkatërrim. Dhe ju po i shihni se çfarë po bëjnë havarixhët në botë, se çfarë po bëjnë njerëzit e devijuar. I kanë çuar botën të vuaj nga ignoranca e tyre, kanë vrarë, kanë bërë shkatërime në tokë, saqë ne që po i shohim sot, pasi kanë kaluar në shumë vende muslimane, aktualisht janë në vendin që quhet Sudan, edhe lajmet po japin, dhe po shohim tmerr të madh, për arsye sepse ignoranca është shumë e madhe në lidhje me këta persona, dhe nga ajo që ata pretendojnë, ata po bëjnë shkatërim në tokë, Allahu na ruaj nga sherri i tyre. Dhe vazhdon hadithi ku thot fa ayu riqabi afdal, cili rob pra është më i mirë në lirim. Pra është ai që ka çmimin më të lartë, pra ai që është më i çmuar. Ajo që është më e çmuar, ti e jep për hir të Allahut subhanahu wa taala, atëherë kjo ka shpërblim më të madh dhe këtu bën pjesë edhe kurbani. Dhe megjithatë, sahabi pyet akoma, dhe kjo tregon për durimin që kishte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me njerëzit kur bënin pyetje mas pyetje, dhe njëkohësisht durimin që duhet të ketë dietari i cili pyetet nga njerëzit, dhe duhet që t'i japi atyre përgjigje për pyetjet e tyre. Dhe sot juve po e shikoni që shumë persona të cilët pyeten edhe publikisht
në vend që t'i mëshirojnë njerëzit dhe në vend në vend që t'i japin përgjigje ku të shikohet dhimbësuria ndaj tjetrit, mëshira ndaj atij të paditurit, këshilla ndaj atij, shikohet injorimi i pyetësit, shikohet tallja, shikohet përqeshja ndaj tij. Allahu Azza wa Jall thotë: "Wailun likulli humazatin lumaza." Mjerë për çdo tallësh dhe përqeshës. Pra, fjala wail një nga kuptimet përveç fjalës mjeri, që është fjalë tregon siç ka ardhur për dënim në zjarrin e xhehenemit, që është qelbësirat nga gjaku dhe qelbi banorëve të zjarrit, Allahu na rujt. Pra Allahu thotë uejlun, ky lloj dënimi është për ata që përqeshin dhe tallin njerëzit. Prandaj të letëruhen dhe le të kthehen ata persona që kur i paditur i pyet, ata tallen dhe përqeshin edhe flasin me ironi dhe zemrojnë Allahun e madhëruar. Dhe sahabi thot, edhe nëse unë nuk kam mundësi, pra bën pyetje për të gjitha rastet, janë të interesuar shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për të gjitha rastet, sepse njeriu kalon nga gjendja e mundësisë ke pamundësia, nga gjendja e varfërisë ke pasuria, kështu me radhë. Atëherë thot, ndihmo atë që është zanatçi, pra atë që ka një zanat, ndihmoj atë që ai të dali, pra të fitoj diçka me punën që po bën. Dhe apo ndihmo atë person i cili nuk ka zanat, që ai të bëjë diçka dhe të fitojë. Pse ka filluar me zanatçiun? Sepse një person që punon në pamje të parë dhe ka një vend ku ai prodhon diçka dhe shet me forcat e tij, me djersën e tij, harrohet nga njerëzit. Edhe thonë njerëzit që më mirë të ndihmojmë këtë person i cili s'ka asgjë. Normalisht njerëzit janë të ndryshëm, mundet që i dyti të jetë dembel. Prandaj fillohet me të parin i cili përpiqet dhe punon dhe ka një punë. Por ky mund të jetë nga ata njerëz si njerëzit e harrojnë dhe nuk e ndihmojnë se thot ai e fiton diçka. Por mundet që ai të punojë dhe mos nxjerrë gjë. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka filluar me të dhe nuk e ka filluar me personin i cili nuk ka zanat dhe nuk bën asgjë dhe nuk ka asgjë pra. Megjithatë, është shpërblim që Allahu Azza wa Jall që t'i ndihmojmë besimtarët, qofshin që janë duke punuar apo qofshin që nuk kanë mundësi të punojnë, njerëzit janë të ndryshëm, nuk mund t'i fusim të gjithë në një kategori. Allahu i ndihmoft besimtarët kudo që t'jenë. Dhe thot, prap e faraite in dhaiftu, a nuk e që unë po nëse unë jam i pamundur, jam i dobët për t'i bërë, atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thot, të daun nasa min ash-sharr. Pra, të pengosh sherrin tënd nga njerëzit, mos i bësh keq njerëzve. Sepse kjo është sadaka që ti ja bën vetes tënde. Pse është sadaka që ja bën vetes? Sepse ti duke bërë sherr, duke i bërë keq njerëzve, ti e ke futur veten në siklet. E ke futur veten në pozicion të vështirë dhe të ngushtë. Duke mos bërë ti keq njerëzve, atëherë ti e ke lehtësuar veten tënde, ja ke bërë dhuratë vetes që ti jesh i lehtë dhe të mos kesh ngushtim. Ti jesh i lirë, nuk i ke bërë keq askujt. Atëherë dhe kjo është sadaka që ti do ta gjesh në ditën e gjykimit. Prandaj
këto hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam janë mësim për ne dhe na japin të kuptojmë që neve duhet jemi me besimtarët si një trup i vetëm, kur ankohet, kur smuret një pjesë, e gjithë trupi duhet të jetë në gjendje gatishmërie dhe gjendje alarmi. Dhe nuk mundet që të jemi ne në rregull kur vëllezërit tanë musliman, kudo në të gjithë botën, të jenë në vështirësi, të paktën nga ana jonë të jetë një dua dhe të jetë një lutje që i drejtohemi Allahut t'i ndihmojë, edhe nëse s'kemi mundësi t'i ndihmojmë nga ana materiale, t'i lutemi Allahut azza wa jall dhe të jemi të shqetësuar për gjendjen e besimtarëve kudo që ndodhen. Dhe kjo na bën ne të mëshirshëm me njerëzit, na bën ne të butë, na i bën zemrat tona të gjalla. Prandaj i lutemi Allahut madhëruar që t'i ndihmojë vëllezërit dhe motrat dhe pleqt dhe plakat dhe fëmijët musliman dhe besimtar kudo që ndodhen në të gjithë vendet e botës dhe na mund i liroft ata nga sherri i jo besimtarëve, nga sherri i bidatçive dhe nga sherri çdo personi i cili është i keq. Allahumma amin. Dhe tema që vjen më pas, thot Imam Buhari, ehlul ma'rufi fi dunya, ehlul ma'rufi fil akhira. Njerëzit e veprave të mira dhe bamirësisë në dynja janë njerëzit e veprave të mira dhe bamirësisë në ahiret. Ka sjell Imam Buhariu këtë temë për të na treguar që robi do të ringjallet me atë që ka bërë në dynja. Në qoftë se ai në dynja ka bërë bamirësi ndaj njerëzve dhe ka bërë vepra të mira që të afrohet te Zoti, atëherë ai do të ringjallet i tillë. Dhe kundërta, ata personat të cilët kanë bërë vepra të këqija dhe i kanë dëmtuar njerëzit, atëherë do të ringjallen në këtë gjendje. Këto persona të cilët janë njerëzit e mirësisë, pra el ma'ruf është një emër, fjala arabisht, është një emër i cili është i përgjithshëm për çdo gjë që njihet prej bindjes së Allahut dhe prej afrimit tek ai, dhe gjithashtu prej bamirësisë që ti i bën njerëzve. Pra fjala el ma'ruf, pra vepra të mira, është pra çdo gjë që njihet e mirë në sheriat dhe me logjik, pra me sheriat dhe me logjik. E kundërta, veprat e këqija janë ato që njihen të këqija me sheriat dhe me logjik. Këto persona që përveç adhurimeve, afrimit që bëjnë ke Zoti, gjithsesi janë dhe bamirësa ndaj njerëzve, në ahiret do të jenë ndërmjetësues për njerëzit e tjerë. Pra siç i kanë bërë mirë në këtë botë, do t'i bëjnë mirë edhe në botën tjetër. Dhe ka sjell Imam Buhariu hadithin këtu që thot nga Qabisa al-Asadi ka thënë kuntu inda nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu yaqul, isha tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e dëgjova atë që tha ehlul ma'rufi fi dunya hum ehlul ma'rufi fil akhirah wa ehlul munkari fi dunya hum ehlul munkari fil akhirah. Njerëzit e mirësisë dhe bamirësisë në dynja,
ata janë të tillët, njerëzit e mirësisë dhe bamirësisë në ahiret, dhe njerëzit e të keqes dhe keqbërjes në dynja janë të tillët në ahiret. Këtu kjo fjalë që janë të tillët në ahiret ka dy kuptime. Kuptimi i parë është që ata që bëjnë mirë në këtë botë, bëjnë vepra të mira, bindje ke Zoti dhe bamirësinë e njerëzve, do t'i shpërbejë Allahu në botën tjetër, do të kenë shpërblimin e kësaj pune në botën tjetër. Dhe kuptimi i dytë, ata që i bëjnë njerëzve mirë në këtë botë, do të bëjnë përsëri mirë në ahiret dhe do të jenë ndërmjetësues, do t'i luten Allahut që Allahu t'i falë disa njerëz dhe t'i mëshirojë dhe mos t'i dënojë në zjarrin e xhehenemit. Pra do të jenë ndërmjetësues me gjithë ndërmjetësimet që kanë ardhur. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna al-la'anina la yakununa shufa'a wala shuhada yawm al-qiyamah. Ata që janë mallkues nuk do të jenë ndërmjetësues dhe as dëshmitar në ditën e Kiametit. Pra një njeri i cili lutet për keq të tjerëve, kundra të tjerëve, nuk ka se si të jetë ndërmjetësues dhe dëshmitar. Një njeri që lutet për keq në këtë botë kundra të tjerëve, si do t'i lutet Allahut në atë botë për ta? Pra nuk do të jenë, nuk do të hyjnë në këtë kategori njerëzit që janë mallkues, që i mallkojnë të tjerët. Thot pra, innal la'anin, ata mallkuesit nuk do të jenë ndërmjetësues dhe nuk do të jenë dëshmitar në ditën e Kiametit. Ata persona që i kanë sharë të tjerët, i kanë ofenduar dhe kanë thënë të padrejtën kundra tyre, si do të jenë dëshmitar, si do të dalin dëshmitar të drejtë në ditën e gjykimit? Pra nuk mundet. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, leysa al-mu'minu bit-ta'an wala al-la'an wala al-fahish wala al-badhi. Nuk është besimtari sharës, ofendues, dhe as mallkues, dhe as fjalë ndyt, dhe as gjuhë gjatë i paturp. Pra nuk është besimtari i tillë. Nga besimtari ne shohim mëshirë, shohim dhimbësuri, shohim këshill. Në një moment që besimtari dhe dietari të këshillon, mos e merr për keq, merr për mirë, sepse këshilla që të bën njeriu besimtar dhe njeriu i ditur nuk është që ti të kërcesh përpjet dhe të thuash ky po më sulmon mua dhe ky po më ul mua. Jo. Nga besimtari prit të mirët, sepse nëse nuk do jetë këshilla mes nesh njëri tjetrin, atëherë Allahu azza wa jall thot për jehudët, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Ishin që nuk e mohonin të keqen që ata e bënin me njëri tjetrin. Pra kur ndodhte një gjë e keqe, atëherë jehudët nuk shqetësoheshin për këtë. Ai që të këshillon dhe sidomos nga shenjat që personi është i sinqert, është që nuk ka interes nga kjo këshill që po bën. Madje nga kjo këshill që dikush ta bën ty, ai mund të goditet dhe mund të humbas nga ana dynjas. Këshillën e këtij personi duhet ta dëgjojmë. Dhe jo me njëherë të hidhemi përpjet dhe të themi që ky na e do të keqen dhe ky nuk do që do që të na poshtroj. Jo. Është gjë e bukur mes besimtarëve kur ekziston këshilla, kur njëri e këshillon tjetrin. Ne nuk jemi fanatik. Çfarë thot dikush dhe të bëjmë çdo gjë që thot një prej imamëve.
siç thonë të katër imamët e Ehli Sunnetit, idha sahha al-hadith fa huwa madhhabi. Nëse hadithi saktësohet, atëherë ai është madhhabi im. Dhe kjo është rruga e gjithë dietarëve. Të gjithë. Nëse tek ne do të mungoj këshilla, atëherë unë nuk e di se në çfarë gjendje të keqe do të përfundojmë. Allahu na ruajt nga kjo. Atëherë thamë që ato njerëz të cilët janë në këtë botë që luten për ty, që nuk të shajnë, nuk të ofendojnë, për të këshillojnë dhe janë bamirës dhe janë vepërmirë që afrohen me vepra tek Allahu, ato dhe në ahiret do të jenë të tillë. Do të japi Allahu nderim. Do t'i bëj këta njerëz ndërmjetësues dhe do t'i bëj dëshmitar në ditën e Kiametit. Allahu na bëft prej tyre dhe na i fal gjunahet tona. Pra ky hadith ka në brendësinë e tij edhe frikë, po edhe shpresë. Edhe të frikson, edhe të jep shpresë. Dhe adhurimet tona duhet të jenë e para që ta duam Allahun subhanahu wa taala, dhe e dyta që të friksohemi ke Zoti për gjunahet tona dhe të shpresojmë ke Allahu azza wa jall që të na i pranojë veprat tona. Në zinxhirin e këtij hadithi ka një diçka, por duke qenë se ka hadithe të tjera forcuese të këtij hadithi, atëherë shkon në gradën sahihun li ghairihi, pra hadithi është sahih dhe është i saktë. Këtë kishim përgatitur për këtë mësim. Allahu na dhën sukses që të flasim të drejtën dhe të punojmë vepra të mira. Zoti na falt për çdo gjë të keqe që e kemi bërë dhe na dhën sukses që të bëjmë vepra të mira dhe ta mbyllim jetën me vepra të mira dhe i bashkoft muslimanët dhe i bës që të jenë si një trup i vetëm dhe jo të përçahen për hiç gjë dhe jo të përçahen në grupe dhe jo të ndahen, por të jenë të bashkuar dhe t'ja qajnë hallin njëri tjetrit dhe të mos merren me fjalë boshe, por të pranojnë këshillat që janë mes besimtarëve dhe na ruajt nga përçarja dhe nga rruga e devijuar. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.